jetesës, edhe të mendosh domthonjë se si ka mundësi që dikush jep para për diçka që ndoshta atij duket anormale, se ai s'ka ndoshta bukën të avolinë, është shumë vështirë ta konceptojnë. Është shumë e vështirë për dikë që s'e ka pa e s'e ka ditë. Tashi, po flas personalisht për veten time. Edhe unë jem rrit me atë mënyrën e mbijetesës. Po kur vjen në Amerikë, ose vjen në një shtet tjetër që ti je rritur me 3 regjime, edhe komunizmit, edhe pas 90-s tu, por edhe çbaat atje. Megjitha, kur kam marrë këtu edhe unë kam qenë atë modën, si më thonë, atë mënyrën e mbijetesës. Por dita që futesh ti në Amerikë është dita më ulët në jetën tonë. Pse kjo ardh? E fillon nga zero. Dikush din anglisht, dikush nuk din anglisht, dikush ka familje, dikush s'ka familje. Atëherë çdo ditë ti shkon ngritesh. Unë kam filluar edhe unë sikur nuk e dini, kam filluar puna e parë e imja që ka qenë ta kam la pjata për 2 muaj. Kam filluar kam punuar në restorant sikur ndihmës kamarier, as kamarier s'm ka fut kush, as ke dajt e mi që njohin pjesa më e madhe e muzikantëve në Shqipëri, njohin se kush kanë qenë dajt e nënstrimin që kanë pas restoran muzikë shqip, e njohin ish ambasadorët këta që kanë punuar në New York në kohën e Ramiz Alis dhe në kohën e Enver Hoxhës, i njohin shumë mirë kur kanë qenë ato dajt e nënstrime, as kamarier me shqiptar. Pse? Se thanë ti nuk di me ecë. Edhe nuk disha me ecë, edhe pse isha jurist. Ata u tallshin me mua, më thoshin se ti ke qenë jurist edhe s'di me ecë. Pse imagjino, vishim nga një vend domon që kena qenë në atë mënyrën e mbijetesës. Ndjese po ndërpres, se mos më kaloj pastaj tek pjesa e gjatë komunikimit që patët me zotin Seci. Me Nodinën. Ishe i shqetësuar që Spaku këte ka nis verifikimet apo nuk e kishe marrë vesh lajmin akoma? E kishe marrë vesh shumë mirë, Spaku dëgjoj. Është të lutem mësuaj çfarë tha ai për këtë. Okej. Asgjë nuk më tha, nuk isha as pak i shqetësuar. Sikur se thash, më tha që kontrata është bë, o krye, e kam bë vetë, e kam hedh firmën vetë edhe asgjë të keqe. Po në Shqipëri ka dyshim edhe për firmën, për emrin, sepse si për emrit është firma, por në Shqipëri, duhet me kuptu një gjë se në Shqipëri zoti. Po të paraqes të gjithë tablon e mediave edhe dyshimeve që kanë të gjithë, jo vetëm pjesa e mediave njërës pala apo tjetrës, sikur mund të interpretohet, por edhe qytetarëve të thjeshtë nisur dhe nga komentet në rrjetet sociale. Njerëzit janë të lirë sot nëpër media me dhënë mendimin e tyre, nuk do të thonë që është e vërtetë çfarë thot Sadria, çfarë thot Dylberi. Realiteti kur e njeh, kur e shef e prek, si më thon, sistemin amerikan me sistemin e Shqipërisë, arsyeja pse kanë ikë gjithë ata njerëz për Shqipëri është se ndoshta këto të pavërteta, këto gjëra që ndodhin në Shqipëri nuk e kanë gjetë veten. Po flasim ke Nuredini, ai ka bërë me konsciencë atë punë, por mediat edhe Spaku në Shqipëri ose ata njerëz që thonë e hapi Spaku një çështje. Më mirë do ishte Spaku mu interesu për 130 milion të inseneratorit, edhe me marr dikon përgjegjësi se sa 6 milion që një shtetas shqiptar i ka bë me djesën e vet. Se sa me qenë më të interesuar për parat e Sadrit ose Nordinit ose disa biznesmenave që